Gjatë liturgjisë hyjnore të kremtuar në kishën patriarkale të Shënj Gjergjit në Fanar, patriarku ekumenik të Shenjtëria e tij Vartholome drejtoi një fjalë përshëndetëse dhe thellësisht simbolike ndaj kryepiskopit të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, fortlumturisë së tij Joanit. Në fillim të fjalës së tij, patriarku theksoi se e mirëpret me çdo nderim dhe me dashuri të thellë vëllazërore kryepiskopin e ri të Kishës së Shenjtë Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, fortlumturinë e tij Joanit dhe delegacionin e tij të përzgjedhur. Në fytyrën e tij të nderuar përqafojmë tërë popullin besimtar të Kishës son Motrë Ortodokse të Shqipërisë, duke çmuar lidhjen e pandërprerë të Kishës së Shqipërisë me patriarkanën ekumenike. I bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, ju nuk jeni ardhur në një vend të huaj, por jeni kthyer në të tuajin, në shtëpinë e Kishës tuaj mëm shpirtërore, në vendin ku edhe vet Kisha e Shqipërisë u rrit si bie zgjedhur dhe e dashur si shumë kisha të tjera të Ballkanit dhe të Europës. Vijoi ai duke nënvizuar me ngrohtësi mikpritëse këtë vizitë. Të shenjtëria e tij përmendi lidhjen e gjatë dhe të thellë të kryepiskopit Joan me të ndjerin kryepiskop Anastas, duke thënë: "Ju kemi njohur fort lumturi për shumë vite si bashkëpunëtorin më të besuar dhe më të çmuar të paraardhësit tuaj të ndjer, të paharruarit dhe të papërsëritshmit kryepiskopit Anastas, apostullit të ri të Shqipërisë." Një moment i rëndësishëm i fjalës së patriarkut ishte vlerësimi i kontributit të Kishës Ortodokse të Shqipërisë në Sinodin e Madh dhe të Shenjtë Ortodoks në Kret në vitin 2016, ku kryepiskopi Anastas së bashku me Imzot Joanin dhe hierarkët e tjerë ndriçuan me praninë e tyre dhe kontribuan në mënyrë vendimtare në suksesin e punimeve të sinodit. Me një gjuhë të pasur simbolike dhe frymëzuese, patriarku përmendi gjithashtu rikthimin e pranverës shpirtërore në Shqipëri pas dimrit të gjatë të regjimit ateist, duke përdorur fjalët: "Lavdi Zotit, dimri më në fund kaloi, rebeshi u largua, lulet u shfaqën mbi tokën e shenjtorëve, martirëve dhe homologjetëve të besimit, të cilët festojnë sot së bashku me të gjithë shenjtorët." Duke vlerësuar veprën 33 vjeçare të kryepiskopit Anastas, patriarku tha se ajo tashmë matet me peshore të artë nga historia për 33 vite. Ai ringjalli, ndërtoi dhe forcoi kishën tuaj përmes veprash kishtare, shpirtërore, akademike, filantropike, arsimore, ndërkishtare, ndërfetare dhe padyshim apostolike. Trashëgimia që kryepiskopi i ndjer Anastas ka lënë është e madhe dhe e rëndë, por e ndritur dhe e lavdishme, tha patriarku, duke u ndalur te cilësitë personale të fortlumturisë së tij. Patriarku Vartholomeu shpreh me bindje: "Zoti ju ka pajisur bujarisht me virtyte, me trimëri dhe fisnikëri, me ndershmëri dhe përkushtim, me njohuri të thella, me formim teologjik dhe shpirtëror, me zgjuarsi dhe zell të pashuar, me besnikëri të devotshme ndaj rregullit kishtar dhe me dashuri sakrifikuese për popullin tuaj, për bashkëpiskopët dhe bashkëpunëtorët tuaj, për atë dheun tuaj të bekuar." Në përmbyllje ai garantoi nga ana e patriarkanës ekumenike: "Nga ana jon fortlumturi, do të keni mbështetje vëllazërore, bashkëpunim të sinqert dhe dorëndime të gatshme për gjithçka që do t'ju nevojitet." Ai theksoi gjithashtu se në çështjet ndërortodokse dhe ndërkishtare, si dhe në përballjen me nevojat globale të njeriut bashkohor, është i bindur se do të ketë bashkëpunimin e Kishës Ortodokse të Shqipërisë dhe bashkëpunimin e përzemërt të fortlumturisë së tij Joanit. Fjala e patriarkut përfundoi me një thirrje të qartë: "Ne kemi detyrimin të japim një dëshmi bindëse përpara të gjithëve, atyre që janë afër dhe larg, se Ungjilli i Krishtit është përmbajtja e vërtetë e zemrës sonë dhe jetës sonë personale dhe kishtare."